Kallaku, një tjetër gol dhe sërish fitore për Vllaznin. Duket se gjërat po shkojnë mirë për ju, por edhe për skuadrën. Po, jam i lumtur, e kam thënë shumë herë i lumtur për 3 pikëshin, se sa për golin pak rëndësi ka ku shënon në rëndësishme është në të momentet të eci skuadra dhe besoj që meritojmë edhe të jemi në krye të klasifikimit dhe normalisht shumë i lumtur që s'kemi pësu akoma gol. Një ndeshje shumë e dy luftuar, mendoni se Vllaznia e meritoi fitoren? Po, normalisht ishte ndeshje episodesh, duke parë edhe terrenin, e dinim vështirësinë e kësaj ndeshje, Vora është ekip me djem të ri dhe unë personalisht e njoh edhe trajnerin e Vorës, kërkon gjithmonë të luajë futboll të bukur dhe ne ishim përgatitur për të ardhur për të marrë maksimumin dhe falë Zotit ja arritëm të merrnim 3 pikëshin. Një Vllazni që shënon pjesën e parë dhe mbrojt me shumë kujdes në pjesën e dytë. Duket se tashmë po kushton rëndësi pikëve. Po, normalisht kur e mendoj duke marrë parasysh dy fazat e para, fazën e parë më shumë sepse fazën e dytë kemi pasur disi ulje në nivelin tonë, por fazën e parë kemi bërë lojë, kemi prodhu dhe pastaj ka pas raste që ka mungu edhe rezultati dhe s'jemi tregu cinik. Mendoj që po të kishim pasur të njëjtin vazhdimsi fazë të parë, fazë dytë, mendoj që do ishim akoma edhe më shumë pikë para. Them me modesti jo për duke parë neshjet si kanë shkuar. Kallaku nga Vora në Ballç tashmë për Kupën e Shqipërisë, në dy fronte Vllaznia. Po normalisht ne i synojmë të dyja, Vllaznia gjithmonë i ka synu të dyja, këto si kampionatin, si kupën. Normalisht kemi thonë që t'i marrim neshjet një pas një dhe t'jemi të fokusuar vetëm tek neshja radhës dhe shpresoj që t'japim gjithmonë maksimumin. U larguan nga fusha e lojës para kohë, ndonjë dëmtim serioz apo? Po normalisht kam pas shqetësim që para neshjes me Teutën në hamstring, shpresoj të jetë vetëm një lloj ngarkese dhe normalisht sot e ndjeva disi pjesën e dytë dhe shpresoj vetëm të jetë kalimtare që dhe unë të jem fushën e lojës. Dhe s'fundi ndoshta një gol 3 pikësh që ka një dedikim. Normalisht, unë ta kam thënë shpesh që për vajzën shkon gjithmonë goli dhe për familjen time. Normalisht sot edhe për tifozat, sepse na kanë mbështet masivisht qoftë në Durrës, qoftë edhe këtu dhe edhe ato kanë meritën e tyre. Kallaku për vitesh në Shkodër kanë kërkuar numrin 10 dhe duken të gjithë kënaqur tashmë që Kallaku po bën më së miri këtë detyrë. Po, them drejtën, e kam dëgjuar shpesh, unë nuk kam ardhur për të qenë 10 më i mirë historisë apo diçka tjetër, kam ardhur për të qenë vetvetja, për të luajtur lojën time, dihet edhe presionin Shkodër çfarë fanellë është dhe çfarë lojtarësh kanë marrë atë. Unë gjithmonë e them du të jem vetvetja, të jap më të mirën, të ndihmoj skuadrën dhe të arrijm objektivat sepse Vllaznia meriton. Faleminderit. Faleminderit.